Ministria e Mbrojtjes ka uruar të gjitha pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës, zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes, nënave dhe grave në përgjithësi 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas. Në urim thuhet se në këtë ditë krahas rolit të pashembull të nënës në jetën e secilit person, kujtojmë përpjekjet e vazhdueshme të shoqërisë për barazi gjinore, por dhe suksese që gratë i kanë arritur historikisht. Ky muaj për kombin shqiptar ndërlidhet me qëndresën për liri, demonstratat e 81 e epokës së UÇK-s në secilën etapë të rrugëtimit të popullit tonë për pavarësi, kontribut të paçmim kanë dhënë gratë e këtij vendi, andaj sot e përjetësisht duhet të shohim kontributin e grave që nuk janë më, dhe të luftojmë bashkë me gratë për më shumë të drejta, thuhet në njoftimin e tyre. Tutje theksohet se betejë për barazi shoqërore nuk kupton dhe barazinë gjinore është betejë nga më të vështirat, e në këtë duhet të kontribuojmë së bashku gra e burra që të mund të fitojmë harmoninë shoqërore. Ministria e Mbrojtjes është e përkushtuar që gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm të ngritë numrin e pjesëmarrësve gra në ushtri në 1000 dhe për te i përqindjes së pjesëmarrjes të garantojë ngritje profesionale për secilin pjesëtar të FSK-s, qoftë grua apo burr, vijon njoftimi. Mes të tjerash thuhet se implementimi i politikave demokratike të bazuara në meritokraci dhe mbikëqyrjen civile kanë për qëllim të përkrajnë avancimin akademik e profesional të gruas në ushtri, ashtu që kur të mos diskriminohen. Vetëm duke punuar të gjithë së bashku mund të përmbushim objektivat tona për shtet të sigurt, shtet të së drejtës e barazisë, thuhet ndër të tjera në këtë urim.